Ju po thoni që zotri Albin Kurti është përçarës i gjithë trojës shqiptare, apo? Dhe kryeministri tash në Republikën Kosovë, pa ai raportet i ka prish me gjithë qytetarët, me gjithë partitë politike, me Shqipërinë. Kryeministri i Kosovës nuk ka, ata janë domethënë me pak fjalë ju po thoni që zotri Albin Kurti është fëmiku më i madh i Serbisë. Edhe në Malzi, ata që kanë mbështetur kryeministri janë miq më të mëdhenj të Serbisë. Zotri Geci, me pak fjalë ju po thoni që zotri Albin Kurti është përçarës i gjithë trojës shqiptare, apo? Në një farë forme, ai tentoi të përçojë familjen e Jasharit sepse shkoi me bomrat Jasharin, president dhe mbas një muaji shkoi me bashkimin e Jasharit president vllaun e tij. Çfarë bën kjo? Kur ata e thanë ju, ne nuk dojmë, madje ka përçojë dhe familje, ka përçojë nitin me doj, e ka përçojë motrën me motër, vllaun me vllau. Këto përçarje që janë bon, të kohën të fundit nuk i ka merituar populli i Kosovës.